Një grua në Turqi ka hapur proces gjyqësor për aftësi duke pretenduar se presidenti amerikan është babai i saj biologjik dhe po kërkon një test ADN-je për ta vërtetuar këtë. Necla Özmen, 55 vjeçë, jeton në Ankara dhe ka ngritur padi në gjykatën për çështje familjare. Më 25 shtator, raporton Daily Mail. Padia megjithatë është rrëzuar nga gjykata, por ajo ka vazhduar apelin. Necla ka thënë se ka lindur në vitin 1970, ndërsa është e regjistruar si e bia e Satit dhe Dursun Özmen, çifti që e rriti. Ajo pretendon se më vonë mori vesh se ishte e adoptuar dhe se Sati ja kishte treguar të vërtetën. Necla pretendon se ndrrimi i bebeve ndodhi në një spital në Turqi rreth vitit 1970. Sipas saj, Sati kishte lindur foshnjën e vdekur dhe një grua amerikane që kishte lindur në të njëjtën ditë dhe në atë spital ja kishte dhënë foshnjën e saj për të rritur.